Mitrovic. Mirëmbrëma qytetarë të dashur të Mitrovicës. Faleminderit që jeni me një numër kaq të madh sonte në përmbylljen e fushatës tonë zgjedhore. Me ne sonte të pranishëm janë Kryeministri i Republikës së Kosovës, Zotri Albin Kurti. Kryetari jon i jashtëm. Kryetari jon i jashtëm, Zotri Fatam Peci. Kryeparlamentari Glauko Njufca. Zëvendës Kryeministre Donika Gërvalla. Kryetari i Qendrës dhe deputeti Armen Muja. Deputetër Arjeta Feza dhe Agem Batire. Si dhe një përshëndetje veçantë për diasporën tonë, e cila është me një numër shumë të madh sonte. Për gjatë këtyre javëve, ju kemi dëgjuar cep më cep dhe na keni dëgjuar cep më cep Mitrovicës. Prandaj, jemi të bindur që qytetarët e Mitrovicës kanë zgjedhur punën dhe jo fjalë boshe. Kanë zgjedhur bashkim dhe jo përçarje. Me 12 tetor, ne dolëm të parët, por kjo nuk na mjaftoi. Prandaj, ju lutem dhe ju ftojmë të gjithve që me datën 9 nëntor të votojmë me zemër dhe me bindje për kryetarin ton Fatam Peci. Që Mitrovicës t'ja kthejmë dinjitetin dhe t'a vullosim me një fitore bindse. Tani, më lejoni që para jush t'a ftoj Kryeministrin e Republikës së Kosovës, Zotri Albin Kurti. Të dashur qytetarë të Mitrovicës, të nderuar pjesëmarrës të këtij tubimi madhështor, këto 4 vjet ishin të vetëvendosjes dhe të Mitrovicës. Kjo dekadë është e Mitrovicës dhe e vetëvendosjes. E ky shekull është i Republikës dhe i shqiptarëve. Këto 4 vjetë së bashku kemi bërë hapat mëdhej përpara. Kemi forcu shtetin, kemi përmirësuar jetën e qytetarëve dhe e kemi rikthyer dinjitetin nëpërmjet punës e ndershmërisë. Mitrovicën e kemi normalizuar me rend e me ligj, me guxim dhe vendosmëri, me vizion dhe dashuri, dhe ju faleminderit të gjithëve secilin për mbështetjen e pakursyer që na keni dhënë në këtë mision fisnik tonin përbashkët.
Për Mitrovicën kemi ndërtuar edhe ura edhe rrugë. 2 ura mbi lumin Ibër, njërën tashmë sërish, cili do për juve këtu e ka të qartë, sepse e ka kaluar së paku një herë deri më tani, dhe tjetra e cila po ndërtohet me shpejtësi, si dhe ofër 100 km rrugë në veri të Mitrovicës dhe rrugën nga Prishtina në Mitrovicë, e cila tash bëhet për më pak se 30 minuta. E në Mitrovicë po e rinovojmë edhe stadiumin Adem Jashari, që do t'jetë ndër më modernët në rajon, tejet i rëndësishëm për lojrat mesdhetare 2030. Në raundin e parë, para 4 javëve, kemi folur shumë qartë. Mjaft me mashtrime, mjaft me këtë qeverisje, Mitrovica nuk thyhet, tash është koha për vendim, Mitrovica ka nevojë për ekonomi që përshpejton zhvillimin, e këtë e bëjmë bashkë, ndërmarrësit e shumt, bizneset e vogla, mërgata investuese. E me këtë rast, unë duhet theksoj që sot është dita e fundit që bashkëdhetarët tonë që janë të regjistruar për votim me post ta kryejnë këtë obligim. Por ata të cilët nuk janë regjistruar për të votuar me post, shpresoj që ose tashmë kanë mrinë Mitrovicë për të votu fizikisht, ose janë diku rrugës, po nesër në orët e hershmet mëngjesit do të shkojnë në vend votime, sepse aty e kanë emrin e mbiemrin e kryetarit të ardhshëm të numri 105 Faton Peci. Me Fatonin kryetar do të ndërtojmë spitalin e ri në Mitrovicë, poliklinikën e re stomatologjike, implantet e ujrave të zeza dhe menaxhimin e mirë të mbeturinave. Do të rregullojmë hyrjet e qytetit, shtratin e Ibrit e të Sitnicës. Qarshia e vjetër do të rikthehet. Ndërtojmë ura të reja, rrugë të reja, ujtë pishëm, drejtshim, parqe, banim të përballueshëm. Qytet që funksionon, qytet që rritet, Mitrovicë e gjelbër, Mitrovicë e pastër, parqe, lumejt kthjellë, mbrojtje e mjedisit, turizëm rural e bujqësi moderne. Mitrovica fiton kur punojmë vrullshëm bashkë. Qytet që prodhon mundësi, jo probleme. Mundësi për gjithë, punësimin ndershëm, arsim dhe edukim, shëndetësie digitalizuar, qerdhe të reja, shkollat të reja, sport dhe kultur për vajzat dhe djemt e qendra inovacioni. Edhe gratë, në veçanti gratë, fuqizohen. Gratë e Mitrovicës nuk presin leje, ato hapin rrugë, ato kanë durimin, fuqin dhe guximin për të ndryshuar për të mirë qytetin. Personat me nevojat veçanta janë pjesë, jo shtesë. Këtu do të ketë dinjitet, këtu do të ketë hapësirë për secilin, qeverisja jonë e vetëvendosjes e me Faton Pecin, kryetar të Mitrovicës, nuk e le